Kangën najher, kër e kom bo për dashurin time të parë, që kom menu që qëto u kry gjithçka, kur s'ka jetë se u kry shkolla mesme, unë në fakultet tjetër, ajo në fakultet tjetër, whatever. Kanga ka lind, mu ka duk si kur tribut edhe për melankolin dhe nostalgjin e historive shkollës mesme të mijat edhe të ketme, po edhe për ta. Mas 10 vjetëve në shta, kër mbjan mu taku rasisht, edhe përshëndetna, s'ka të mas ndjenja as diçka, edhe thash, hej, që shie mëra, je mirë, që shpo kaljan, këm një që ke bu familje, bravo ti na knaqe, e tu përshëndet, tha, a bëmre tha me ta bu një pyetje, tha që atë kongër najher, tha, jo najher, mas, shumë vonë. Po mendoj, jo e ka një kongën si kongë, po e ka një vetë. Tha, vesh që apo, shef, tha me dit, ta hek ma bre, tha, si siklet, tha, e kam tha, që e kongër najher, tha, që atëher, tha, që u pa të bu luk, diçka si to, thash, për ty është, apo den, për ty ta shukon, tha, e nuk ke kështu që kash sentimentali shinit të e buju me pjama. Amazing! Vesh ke, për mu, po, e vesh me dit, tha, se gjitha më ka me ta pik, tha, zheni. Po kështu, në situatët e tjera nuk është qaj shumë ti po m'pëlqen që i ke thonë, po, për ty është kanga. Ama ke qaq let, qaq spat aty ngarkesë emocionale. Ngarkesë jo, po e disa dhurate bukur është që ti... Ama nuk ke ashtu, nuk ke qaj konotacion. Ke veç, a ka qaj kongë për mua, majmon, veç të di. Aden? Ashtu vë për ty ju kam. Oj, zat.